Seksioni për hetimin e trafiqeve në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Durrës dhe forcat e Shqiponjës në drejtimin e prokurorisë kanë finalizuar operacionin e koduar Storm 4, si rezultati të cilit në lagje me numër 13 në plazh u bë mundur arrestimi i shtetases kineze me inicialet FF, 45 vjeçe për veprën penale shfrytëzim prostitucioni. Gjithashtu, u arrestuan dhe 3 shtetase të tjera kineze. Në kuadër të operacionit, u proceduan në gjendje të lirë për veprën penale prostitucioni 2 shtetase kineze dhe 3 shtetas shqiptar. Gjithashtu, u shpall në kërkim një tjetër shtetase banuese në Mbretërinë e Bashkuar, e cila dyshohet për përshtatjen e ambienteve për prostitucion. Në cilësinë e provës materiale, u sekuestruan 6 pasaporta të shtetasve kinez, shumë parash në euro dhe dollar, disa karta banke dhe karta telefoni. Nga veprimet hetimore të kryera në kuadër të këtij procedimi, rezultoi se shtetasit kinez ishin përshtatur një vir tykatëshe të marrë me qera në lagje me numër 13 në plazh të Durrësit nga shtetasja anglezje në bashkëpunim me një 46 vjeçare kineze dhe i kishte përshtatur për qëllime prostitucioni.